Mirë, në vimësive të materialit që në fakt ne sa po ndoshëm, jemi dhe në hapësirë në intervistë, do të zhvillojmë një bisedë me analistin Flogert Muça, të cilin unë ftoj në një bisedë përmes Skype-it. Pikë së pari do doja ta nisja në fakt pikërisht me materialin që sa po transmetuam. Sali Berisha ka folur për median greke liberal dhe ka thënë aty se Shqipëria nuk e meriton integrimin në Bashkimin Evropian. Fillimisht të përshëndes Flogert, faleminderit që jemi shikuesit e Report Televizion. Përshëndetje Albina. Në vimësit asaj që po thoja, Berisha ka folur për median greke liberal. Do doja që të pyesja, sa është me vend ajo që Berisha thot tani, sa mund ta shikojmë koherente, duke pasur parasysh që ne jemi tashmë 6 muaj që nga nisja e bisedimeve, kemi 7 kapituj të hapur, 17 të tjerë në proces, ndërkohë që në datën 18 mars presim edhe konferencën e 4 ndërqeveritare. Albina, janë të qarta koalicionet që janë bërë tani dhe në raport ndërkombëtar. Pra, Sali Berisha ka një koalicion me Fredi Belerin dhe me sa duket atë ndihmën që i ka dhënë dje Fredi Belerit duke u bërë avokat i tij, sot do e marrin mbrapsht ku po insiston dhe po lobon që Shqipëria të pengohet. Pra, ne kemi një shprehje të urtë popullore që unë nuk po e them, por po them këtë tjetrën që ne zakonisht nuk e durojmë dot suksesin e tjetrit. Dhe Sali Berisha nuk e duron dot suksesin e Shqipërisë në qeverisjen e Edi Ramës. Harron që ka bërë dhe vetë, ka vënë tulla në këtë procesin e ngjitjes Shqipërisë, siç i ka vënë dhe shkelmin dhe minat ngjitjes Shqipërisë. Dhe sidomos tani po bën pikërisht të fundit. Fakti që shkon tek një fqinj me të cilin Shqipëria deri tani vonë ka patur disa probleme shumë të mëdha në kuptimin diplomatik të fjalës, dhe edhe pse mes popujve është e mirë harmonia, ka një lloj ulje ngritje në kuptimin diplomatik të fjalës, fakti që doktori shkon dhe strehohet në Athinë për të lëshuar mesazhe anti-integruese për Shqipërinë dhe për të goditur Edi Ramën është tregues një dëshpërimi të madh. Asgjë tjetër, domethënë në momentin që ti vetëm për akuzë politike ndaj kundërshtarit je në gjendje që të nxish vendin tënd, kjo do të thotë që je në një situatë je i kompleksuar dhe je në një situatë dëshpëruar, se unë e di që thellë Sali Berisha nuk do që Shqipërinë ta shohë keq. Mund të mos doj të kujtoj Gërdesin për shembull, apo 21 janarin. Do ndalem pak. Patjetër, doja që të ndalem pak te kjo çështje mes që si ti në fakt fillove që ta cekësh. Në datën 15 mars Sali Berisha ka paralajmëruar një protestë. Për koincidencë ose jo, përtej anës politike, kjo protestë përkon me 15 marsin e masakrës së Gërdecit ndodhur fatkeqësisht 17 vite më parë. Kemi mbi 26 viktima qindra të plagosur, një ministër të Berishës, ish ministri në mbrojtjes Fatmir Mediu, të akuzuar po për këtë çështje, ndërkohë që vetë Berisha del edhe bën një protestë për mbylljen e TikTokut mbi të gjitha. Si e komenton këtë? Albina, kemi dhe një të ndjerë Trebicka i cili kishte përgjuar, kishte regjistruar bisedën me biznesmenin Diveroli dhe thoshte biznesmeni që tani ka hyrë në lojën e municioneve djali i kryeministrit dhe janë bande madhe që nuk i përballojmë dot. Ky është një tregues i jashtëzakonshëm i asaj sepse Sali Berisha sot po bën ato që po bën. Ai ka thirrur një protestë të datë 15 për të mbrojtur në një farë mënyre nga të kujtuarit që do t'i bëjë opinioni publik për atë ngjarje. Dhe data 15 nuk është për TikTokun, që të kuptohemi. Sepse TikToku është një nga, ku diun sa rrjetet sociale mund të kenë njerëzit për të operuar dhe për të komunikuar. Doktori po i bën presion kujdo, dhe në këtë rast drejtësisë dhe organeve hetuese, që në një ditë simbolike ai del dhe proteston si për të thënë që këtë çështje nuk duhet ta rihapim sërish. Mos harro, ajo është ngjarja më e rëndë ku është përfshirë, dyshohet që është përfshirë familja e ish kryeministrit Berisha. Siç nga ana tjetër, ngjarja më e rëndë ku është vrarë shpirti i protestës është 21 janari.
Siç nga ana tjetër, ngjarja më e rëndë ku është vrarë drejta e votës janë zgjedhjet e vitit 1996. Tani si ka mundësi që të gjitha këto, të treja këto, liria e fjalës, liria e protestës dhe liria e votës, janë shkel nga i njëjti person, janë shkel nga Sali Berisha. Dhe pikërisht ai që lirinë e medias e ka vrarë, e ka gjobitur, e ka djegur, e ka kërcënuar, kërcënon dhe sot median që ne po komunikojmë tani dhe pronarët e saj, si ka mundësi pikërisht ky njeri ka akoma fytyrë dhe del dhe flet për lirinë e shprehjes. Po lirinë e shprehjes së indinjatës e ka vrarë në 21 janar. Lirinë e shprehjes me votë e ka vrarë që në 96. Lirinë e medias lire e ka djegur, e ka gjobitur, e ka kërcënuar, e ka shantazhuar. Dhe atëherë kur e di që i ka bërë të gjitha këto, sepse i ka bërë për të mbajtur pushtetin, pse sot thirr një protest pikërisht në një datë që shqiptarët të gjithë ulin kokën? E bën për të shantazhuar dikë. E bën sigurisht dhe për të mos u diskutuar ajo, për të diskutuar protesta, por qëllimi i protestës nuk është kurse si qëllimi që propagandon sot Sali Berisha. Ne jemi për të thënë atë që nën kuptohet, sepse Albina duket që kur e sheh se si ju drejtohet minorendve. Pra, aq të madhe ka hallin Sali Berisha, sa është gati të bëjë një shkelje penale dhe të tmerrshme morale, kur ju thot minorendve që janë poshtë 18 vjeç, që as nuk votojnë dhe nuk vendosin dot për veten e tyre, vendos akoma familja për ta, ju thot të braktisin mësimin. Pra është gati të bëjë deklarata nga më skandalozët, nga më absurdët, nga më të padinjitetshmet për të, sepse është dhe profesor doktor, vetëm për të shmangur vëmendjen nga halli i madh i 15 marsit 2008-s, ku praktikisht nga ajo natë kam përshtypjen se doktori nuk e bën dot gjumin një qetë. Ndërkohë që gjitha këto lëvizje vinë vetëm pak zgjedhjeve elektorale të 11 majit, mendoni se i bëjnë gjitha këto një nder politik Sali Berishës, apo më shumë e dëmtojnë atë në publik, në syrin e publikut, në syrin kritik? Albina, Sali Berisha nuk po hyn për të fituar zgjedhjet. Sali Berisha hyn në zgjedhje për të qenë opozita e parë në vend. Pra që të mos jetë Dashehi, apo Gonshehaj, apo Qori, apo Lapaj, apo... Pra, ai do vetëm ekskluzivitetin e kësaj, që të jetë faktor politik në vend. Është shumë i qartë ai, fakti që ka atë skuadër që ka, fakti që bën primare dhe pastaj thot nuk kanë asnjë rëndësi si kanë votuar demokratët. Fakti që është familjarisht i angazhuar në një betejë me drejtsinë dhe me fatin e tyre, qartë as di doktori ose fati, pastaj fakti që të gjitha shpresat i ka varur tek fitoria e Trumpit dhe fitoren e Trumpit e quan fitoren e tij, do të thotë që ose kontraktimi i një këshilltari shumë të shtrenjtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar e për të kërcënuar e për të dhënë mesazhe tek organet shqiptare që tani Amerika është me mua, të gjitha këto të çojnë vetëm në një pikë. Halli personal dhe halli familjar që ka Sali Berisha. Domethënë, Lulzim Basha nuk shuhet për njeri që mbante fjalën. Kështu të thonë të gjithë ata që kanë qenë afër. Basha sot thoshte një gjë, nesër një gjë tjetër, ama për një gjë Basha ka qenë i saktë. Kur ka thënë që Sali Berisha po bën gjithë të betejë për hallin e tij personal. Dhe një njeri i cili nuk qan hallin e vet, por qan hallin e Shqipërisë, skuadrën e Partisë Demokratike e rinovon nga fillimi në fund. Ndërkohë që kemi Sali Berish, i cili po shkon drejt zgjedhjeve me skuadrën që ka humbur në vitin 2013. Madje ka rikthyer edhe disa nga ata që kishin dalë nga politika, ku diun, Jozefina Topalli e tjerë me radhë. Në këtë kuptim, doktori po i mbledh për herë të fundit po mbledh ushtrinë e tij të vjetër për të bërë betejën e tij finale me fatin e tij juridik, sepse fati politik duket i destinuar që është humbja. Pastaj protestat e doktorit në prag të zgjedhjeve
edhe pse janë të paprecedenta, sepse janë harxhimi i kohë të energjish në një kohë që mund të jesh duke organizuar, duhet të kuptojmë që nuk kanë qëllim frymëzimin, kanë qëllim kërcënimin. Pra ai non stop është duke kërcënuar, nuk e di se kë, ndoshta Spakun sigurisht, i cili urojmë shumë që të mos jetë vërtet që ka filluar të bjerë pre e provokimeve e kërcënimeve të Sali Berishës, sepse kjo pastaj do ishte fatale, por në çdo rast doktori është në kërcënim dhe jo në frymëzim. Një lider që do të frymëzoj ka skuadër të re, ka ide të reja, ka platformë për vendin dhe jo duke lidhur me fitoren e dikujt tjetër në Shtetet e Bashkuara apo në Gjermani, ka vizion, ka tjetër qasje, ka mesazhe pozitive, ka platformë të prekshme, jo si sot një lloj dhe si në vitin 2004, 2005, do kthejmë taksën e shesh, do rrisim pensionet dhe do rrisim pagat. Domethënë, dukshëm doktori është një fazë që nuk do t'ja di për asgjë, veçse për hallin e tij personal. Kjo tani më ka dalë zbuluar. Që kur thotë që primarët, dakord, primarët kanë votuar atje, por ne do shohim sa kritere tjera dhe e di kush është, për ta mbyllur se zgjata, e di kush është kriteri kryesor që do vendosi doktori për të thënë ky i primareve do hyj apo jo në listë, është si e ke mbrojtur kauzën. Dhe pyetja e madhe që lind është cilën kauzë? Se deputetët dhe politikanët duhet të mbrojnë kauzën e qytetarëve. Mirë po për doktorin kauza ndryshon. Si e ke mbrojtur kauzën e sulmit ndaj drejtësisë dhe tjera marrëdhëna si këto. Në këtë kuptim, unë them që doktori nuk e dëmton më asgjë, sepse ai votat që i ka dhe do t'i marrë, do vazhdoj lirisht të bëj atë që po bën, të kërcënoj, e vetmja fatkeqësi ose i vetmi shqetësimi im i Albina është apo i funksionojnë kërcënimet Sali Berishës, apo e komplekson Sali Berisha, po i komplekson organet e drejtësisë që ta shohin çdo gjë për të bërë dhe balancë politike dhe në një farë mënyrë për të bërë politikë. Dhe ca indikator, ca dyshime, ca akuza që për shembull Erion Velia i ka hedhur në tryezë për diskutime kështu me radh, japin sinjale negative që do dëmtonin Spakun, por kjo është një temë tjetër. E qartë, mirë Flogert, unë të falenderoj shumë për gjithë analizën edhe për mendimet tuaja që i ndat me shikuesit e Report Televizion. Faleminderit juve.